Nesër mbahet provimi i maturës shtetërore. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit bën të ditur se nesër me datë 21 qershor 2025, duke filluar nga ora 10 do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Në njoftimin e lëshuar thuhet se provimi do t'i nënshtrohen 18.800 maturant, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri me 30 qershor. Mashti ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për organizimin e provimit, duke angazhuar dhe përgatitur trupa të ndryshëm mbikëqyrës, të cilët janë obliguar të sigurojnë zhvillimin e mbar e korrekt të procesit. Për të siguruar një proces të drejtë, rregull dhe të besueshëm, Ministria e Arsimit lut të gjithë maturantët që t'u përmbahen rregullave të përcaktuara, si mosmbajtja me vete e telefonave apo pajisjeve të tjera elektronike, pasi nuk do të lejohet hyrja në qendrat e testimit për ata që mbajnë pajisje të tilla, thuhet në njoftim. Mashti gjithashtu njofton se hyrja në qendrën e testimit do të mbyllet në ora 10, pas kësaj ore nuk do të lejohet hyrja e asnjë personi të paautorizuar nga mashti deri në përfundimin e testit. Kjo ministri ndër të tjera ka treguar se ka angazhuar gjithashtu trupa lëvizës dhe ekspertë të IT-s për të monitoruar nga afër dhe nga distanca mbarvajtjen e procesit. Çdo përpjekje për të dëmtuar apo shkelur rregullat e përcaktuara do të trajtohet me masa të menjëhershme ligjore.